Raportet përmbysen, cikërimat bëhen të rëndësishme ndërsa të rëndësishmet bëhen të dorës së dytë. Kjo së ndryshe është psikoza e burgut. Da quando ho conosciuto l'arte, sta cella è diventata una prigione. Pamjet që shihni janë qiruar 4 vjet më parë në një burg italian. Filmi Bardezi Cezari duhet të vdes është një nga dramat më të përfolura në edicionin e 62 të filmit në Berlin. Arti bëhet shpesh herë mënyra e vetme drejt pragut të lirisë. Këtë mesazh donte të përcjellte edhe shqiptarja Ema Andrea me shfaqjen Prag në teatrin kombëtar. Duket si një ide e rimar, por shumë larg konceptit të këtij filmi që ka bërë xhiron e botës. Aktorët ishin të burgosura, ato nuk ishin emra, por vetëm shifrën që rrëfente mungesën e tyre të lirisë. Ja kam përgatitur çantën, libra. Prag erdhi me skenar dhe regji të Ema Andres, një skenar që përcillte vetëm mëshirë, dhe mëshira është diçka që ju shkon kohëve të qeta të paqta, por Ema Andrea solli pikërisht këtë me vajza që jetoi në burg. Ishte e vetmja gjë për cilën mund të syrgjënoset kjo vepër teatrale, që pragun e lirisë e përcolli përmes artit. Por teksa arti Bardezi në vdekjen e Cezarit ngjalli vërtet shpresë për liri tek të dënuarit me burg në Itali, a ka ndodhur kjo me të dënuarit e burgut 325 në Shqipëri? A mjafton një ngjarje kulturore si kjo që gratë e dënuara të besojnë tek pragu i lirisë? Në morinë e një Shqipërie vërshojnë fonde për lloj-lloj projektesh, por kaq nuk mjafton. Fonde për shfaqje si Prag nuk ka, pasi Prag nuk do të rivihet në skenë dhe gratë e burgut 325 do harrojnë pragun e lirisë që vjen përmes artit.